Do të përgatisim disa pasta shumë me krem djathi. Përbërësit që na nevojiten janë gjalp, 1 gotë e gjysmë miell, krem djathi, vaj ulliri, 5 kokra vezë, majdanos, hudhër dhe krip. Në një tigan do të shtojmë gjalpin dhe do ta presim derisa ajo të shkrijë. Shtojmë 1 gotë e gjysmë ujë. Tani shtojmë kripën dhe e përzim. Shtojmë miellin. Përzim mirë derisa ajo të bëhet në një formë brumi. Në mikser do ta lëmë të punohet 10 minuta që ajo të ftohet. Pastaj shtojmë 5 kokra vezë. Brumin e futa në një qese pasticcerie dhe bëra format. Tani është radhë që të bëjmë mbushjen. Do të filloj me krem djathi, majdanos, hudhër dhe pak spec djegës. Do t'i përzim të gjitha së bashku. Pas që shohim që pasta shuta është bërë, do ta nxjerrim të ftohet për 10 minuta. Presim me thikë dhe i fëvojmë mbushjen me krem djathi. Dhe ja ku janë pastëshutat e mia me krem djathi. Janë shumë të lehta dhe perfekt për çdo festë. Nëse do ta provoni recetën time, do të doja shumë të më thoni se si u doli në komente. Faleminderit dhe shihemi në video tjetër. Mirupafshim.